Si merret një vendim vërtet i rëndësishëm, një vendim me pasoja të mëdha? Për legjendën e Intelit Andy Grove, kjo nuk ishte thjesht një moment frymëzimi, por një arkitekturë e tërë. Sot do të hyjmë thellë në këtë strukturë mendimi. Do të zbërthejmë se si informacioni i duhur, kur i jepet njerëzve të duhur, mund të çojë në vendimet e jashtëzakonshme, pavarësisht se kush ka postin më të lartë. Le ta nisim me këtë citat. Më dëgjoni pak, është thënë nga një drejtues i lartë në industrinë e makinave dhe sinqerisht është rrëqethës. Pse? Sepse është shembulli i përsosur i një kulture të kalbur vendimarrjeje. Është krete kundërta e çdo gjëje që Andy Grove u përpoq të ndërtonte tek Intel. Në fakt është simptoma e një sëmundje të thellë organizative. Dhe pikërisht këtu nis gjithçka. Problemi themelor që Grove vuri re ishte një shkëputje e rrezikshme që po ndodhte në bizneset moderne, një shkëputje që praktikisht po i paralizonte ato. Ja ku qëndron thelbi i problemit. Kemi dy lloje pushteti. Nga njëra anë, pushteti i pozitës, pra titulli që ke. Nga ana tjetër, pushteti i dijenisë, pra informacioni aktual dhe relevant që zotëron. Në industri si teknologjia, ku gjërat ndryshojnë sa hape mbyll syt, këto dy pushtete largohen nga njëri tjetri. Menaxheri me 20 vite përvojë ka postin, por inxhinieri sapo diplomuar ka një orit më të fundit. Atëherë, lind pyetja: si sigurohemi që vendimet i marr ai që di dhe jo thjesht ai që është më lart? Po pikërisht këtu hyn në lojë zgjidhja gjeniale e Grove's. Ai propozoi një model të strukturuar, të projektuar enkas për të ndërtuar një urë mbi këtë hendek, për të siguruar që informacioni më i mirë të çojë gjithmonë në vendimin më të mirë. Modeli i tij ideal ka 3 faza të thjeshta por thelbësore. E para, diskutim i lirë. Kjo do të thotë debat i hapur, i nxehtë, pa doreza. E dyta, një vendim i qartë. Kur mbaron debati, vendimi final duhet jetë kristal i qartë për të gjithë. Dhe e treta, faza më e rëndësishme, mbështetje e plotë. Dhe kujdes, ky është Chelsea. Mbështetje nuk do të thotë që ishe dekord, do të thotë që angazhohesh me gjithë fuqinë tënde për ta bërë atë vendim të funksionojë, edhe nëse nuk ishte ideja jote. Shikojeni këtë diagram origjinal nga vetë Grove Gri. Tregon në rrjedhën diskutim, vendim, mbështetje. Shumë e thjeshtë, apo jo? Por shikoni pak atë shigjetën anësh që thotë, nëse gabim, ajo shigjetë e vogël është genialiteti i vërtet. E kthen gjithë procesin në një cikël të vazhdueshëm mësimi. Nuk është një rrugë pa kthim, është një sistem që thotë, është në rregull të gabojmë për sa kohë mësojmë dhe kthehemi përsëri te debati i hapur për ta rregulluar. Sigurisht, të kesh një model të bukur në letër është një gjë, por ta bësh të funksionojë në botën reale është tjetër gjë. Grove e dinte këtë. Ai e dinte që pengesa më e madhe nuk ishte teknike, por njerëzore. Ai e identifikoi armikun e brendshëm, një kurth psikologjik që e quajti sindroma e grupit të barabartë. Le të imagjinojmë pak sqenër. Jemi në trajnimin e parë të menaxhimit tek Intel. Grove mbledh menaxherët e tij më të mirë, të gjithë në të njëjtin nivel, dhe u jep një problem real, një problem që kompania po haste në atë moment. Dhe çfarë ndodhi? Asgjë, absolutisht asgjë. Për 15 minuta rresht, këta njerëz të zgjuar thjesht folën rreth e rrotull. Askush nuk guxonte të thoshte unë mendoj se duhet të bëjmë këtë. Askush nuk donte të sfidonte idenë e parë që u hodh. Të gjithë po prisnin që të krijojë një lloj konsensusi i vakët, pa marrë askush përgjegjësi. Ishte një paralizë totale. Pas një çerekore, Grove, i cili po i shikonte nga jashtë, nuk u përmbajt dot më. Hyn brenda dhe u bërtet pikërisht me këto fjalë. Dhe në atë çast, gjithçka ndryshoi. Vetëm prania e një figure autoriteti bëri që grupi ta zgjidhte problemin për 5 minuta. Ky eksperiment i vogël zbuloi një të vërtetë të madhe rreth sjelljes njerëzore nëpër kompani. Kjo, pra, është sindroma e grupit barabartë. Është ajo frika e brendshme për të mos u dukur budalla, për të mos krijuar konflikt, për të mos dalë kundër grupit. Është një instinkt njerëzor, por për vendimarrjen është vdekjeprurës. Sipas Grove's, një nga detyrat më të rëndësishme të çdo lideri është pikërisht të luftojë këtë sindrom çdo ditë. Në rregull, pra kemi një model ideal dhe e dim se cili është armiku kryesor, por në fund të ditës, cili është qëllimi? Për Grove, përgjigjja ishte brutalistisht e thjeshtë. Ekzistonte vetëm një metrik për të gjykuar nëse një vendim ishte i mirë apo i keq. Një vendim nuk është thjesht një ushtrim mendor, një debat filozofik. Një vendim vlerësohet vetëm nga një gjë: a e rrit ai rezultatin, pra outputin e organizatës? A e përmirëson produktivitetin? A sjell më shumë të ardhura? A zgjidh një problem real për klientët? Nëse një vendim, sa do bukur të jetë argumentuar, nuk prodhon një rezultat të prekshëm,
atëherë ai vendim është i kot. Pik. Dhe kjo filozofi na çon në një përfundim absolutisht kyç. Shpejtësia është thelbësore. Grove besonte se një vendim i mirë i marrë në kohën e duhur, edhe nëse ke vetëm 70% të informacionit të nevojshëm, është pafundësisht më i vlefshëm se një vendim perfekt i marrë kur dritarja mundësisë është mbyllur. Pra, mesazhi është: vepro, lëviz, korrigjo rrugës, por kurrë mos u paralizo duke pritur për siguri 100%. Tani, le të bëhemi praktik. Grove nuk na la vetëm me filozofi, por edhe me vegla konkrete. Ai krijoi një kornizë me 6 pyetje të thjeshta për t'i dhënë strukturë çdo vendimi të madh, madje përpara se të fillonte diskutimi. Mendojni këto 6 pyetje si planimetria një ndërtese. Para se të fillosh të vendosësh shtulla, duhet të kesh një plan të qartë. Duke ju përgjigjur këtyre pyetjeve paraprakisht, eliminohet gjithë konfuzioni, politika dhe keqkuptimet që zakonisht e helmojnë procesin. Ja cilat janë ato? Cili vendim duhet marrë saksisht? Kur është afati i fundit? Kush është personi ose grupi që do të marrë vendimin final? Kush duhet të konsultohet patjetër gjatë procesit? Kush ka të drejtën ta miratojë ose t'i vënë veto? Dhe në fund, kush duhet të informohet pasi të merret vendimi? Chelsea është tu përgjigjesh këtyre përpara se të fillojë debati. Kështu, të gjithë i dinë rregullat e lojës. Le ta shohim se si funksionon në një rast real. Grove përdori këtë kornizë për një vendim shumë real dhe me pasoja të mëdha. Si do të zgjerojë fabrika e tyre jetike në Filipine? Dilema ishte e ndërlikuar dhe kishte shumë palë të interesuara, me opinione të ndryshme. Ja si e zbatoi Grove kornizën në praktik. Pyetja e parë: cili vendim? Përgjigja: të ndërtojmë një godinë të lartë ngjitur apo një të ulët diku tjetër? Kur? Brenda një muaji. Kush vendos? Një grup i përbashkët nga skuadra e ndërtimit dhe ajo e menaxhimit të fabrikës për të siguruar që të dy këndvështrimet të ishin të balancuara. Kush e ka fjalën e fundit? Vet ai, Andy Grove. Duke i sqaruar këto që në fillim gjithçka u bë transparente dhe super efikase. Edhe kështu, të gjitha këto pjesë bashkohen për të krijuar arkitekturën e plotë. Nuk janë thjesht ide të veçuara, janë si ingranazhet e një makinerie të madhe, të dizajnuara për të punuar së bashku në armoni. Pra ja ku e kemi, arkitektura e plotë të Grove. Hapi 1, krijo strukturën me modelin ideal, që informacioni të rrjedh lirshëm lart e poshtë. Hapi 2, neutralizo kërcënimin e konformizmit duke nxitur vazhdimisht debatin e ndershëm. Dhe hapi 3, përqendrohu te qëllimi, duke matur çdo vendim vetëm me një kriter, rezultatin final. Të treja këto së bashku krijojnë themele të forta për vendime të shkëlqyera. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit për të gjithë. Mendoni pak, cili është një vendim i rëndësishëm në punë apo diku tjetër që do të përfitonte nga kjo qasje? Nga një strukturë më e qartë, nga një debat më i hapur dhe nga një fokus i palëkundur te rezultati. Sepse arkitektura e Grove nuk është thjesht për kompanitë gjigante, është një mënyrë të menduari që mund të përmirësojë cilësinë e çdo vendimi që marrim.